ende në errësirë, një yll shndriti fuqishëm për të treguar se lindi shpresa. Kur bota vuante në pranga dhe robëri, një grash dhe një stall do të mbarte çelësin e lirisë. Atje, ku askush nuk e mendonte, do të hapej rruga drejt shpëtimit dhe përjetësisë. Një yll udhërofyes, një grasht për ulësie, një shpresë e fituar. Gjatë gjithë muajit dhjetor, përjetimi i Krishtlindjes në Radio Emanuel. Atje, ku askush nuk e mendonte, Kur bota ende në errësirë, Kur bota vuante në pranga dhe robëri, do të hapej rruga drejt shpëtimit dhe përjetësisë. Rikthehemi në studio, jemi drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel në programin Muzik Plus. Unë e prezantova në hyrje të puntatës së ditës së sotme. Në këto momente është bashkuar e ftuara për sot Elsida Kollonata. Përshëndetje Elsida, kënaqësi të jemi së bashku. Përshëndetje, mirë se gjeta, kënaqësi edhe për mua. Është vërtet emocionuese dhe për mua, sepse jemi në një javë shumë të veçantë, ditët kalojnë shumë shpejt, jemi shumë pranë Krishtlindjes dhe vërtet e vlerësoj shumë kohën edhe gjithë mundin tëndi në këtë rast, por edhe gjithë të ftuarve që bëhen pjesë e programit Muzik Plus për të ndarë më tepër nga zemra, për të ndarë më tepër nga emocionet e tyre dhe mënyrën se si e përjetojnë më personalisht Krishtlindjen, patjetër duke ndarë edhe më shumë detaje për shërbesat në kish, por edhe mënyrën se si jeni duke festuar. Por përpara se të ndalemi tek të gjitha këto, më trego pak si ke kaluar gjatë kësaj periudhe, si po e përjeton atmosferën e festave ti personalisht së pari. Atmosfera e Krishtlindjes në fakt ndihet kudo, e shikojmë tek dritat në qytet, dritat që vendosim në shtëpitë tona për të gëzuar fëmijët, por jo vetëm, se ndonjëherë gëzojmë patjetër. Ndonjëherë më duket sikur unë gëzoj më shumë se sa fëmijët, duke qenë se ne në periudhën e fëmijërisë time, flas, nuk është se kam pasur mundësi që të zbukuroja shtëpinë me drita edhe këto zbukurimet klasike të Krishtlindjes, kështu që unë jam në një fëmijë i lumtur në këtë periudhë. Gjithsesi kemi pasur atë mënyrën tonë për dekoret edhe për sajonim, ne krijonim gjëra kreative. Gjë që tani fëmijëve tani mungon në fakt, se i kanë gati. Kështu që kjo është ajo diferenca e Krishtlindjes tonë me Krishtlindjen e fëmijëve tanë, por për mua është periudhë shumë e bukur edhe jam një fëmijë emocionuar. I lumtur, patjetër. Ndalemi gjithashtu edhe tek shërbesat e kishës. Si është atmosfera e Krishtlindjes në shërbesat që ju drejtoni ti së bashku me bashkëshortin Urtanin, cilin e përshëndesim? Ka qenë një periudhë në fakt shumë e ngarkuar, me aktivitete, përgatitje gjithashtu për të dalë sa më mirë për takimet që ne kemi zakonisht. Për këtë vit, ndryshe nga vitet e tjera, jo se vitet e tjera nuk ka qenë organizimi i tillë, kemi pasur më tepër mundësi për të përgatitur edhe për të ndihmuar personat në nevojë me pako ushqimore, veshje, dhurata për Krishtlindje për fëmijët. Zakonisht ata që janë në fshatra e ndjejnë më tepër ato nevojën për dhurata dhe ne kemi shkuar në fshatra në fakt ku edhe nuk ka kisha, kjo është edhe një nga ato dëshirat tona, të shkojmë aty ku nuk ka kisha. Është një mënyrë për të ndarë mesazhin e Krishtlindjes, qoftë edhe me një dhuratë vogël për fëmijët. Kemi ndarë dru për ngrohje, që Krishtlindja në fakt nuk është vetëm drita, por është edhe kur ti shkon me një mesazh dashurie. Mesazhin e dashurisë ne mund ta ndajmë edhe me një gjest të vogël.
qoftë me dru për ngrohje, qoftë me një dhuratë, qoftë me një përqafim, edhe Me gjitha këto element që njerëzit në ditët e sotme kanë nevojë dhe sidomos ato familja apo ata persona që janë të vetmuar. patjetër. Në fakt unë edhe në puntatat të tjera të programit Muzik Plus me të tjerë të ftuar që kam pasur në këtë periudhë, është një ndër pjesët më të ndjeshme në komunitetin në cilin ne jetojmë, në qytetin tonë, por thuajse në gjithë Shqipërinë, pjesa e personave, sidomos mosha e tretë, të cilët janë të vetmuar dhe kanë nevojë, qoftë edhe për ato drut për të ngrohur, qoftë edhe për një fjalë të mirë, për një përkujdesje të shtuar, qoftë edhe për praninë tonë në këto ditë festash apo jo. Shumë e vërtet. Të moshuarit janë ata që e ndjejnë më shumë, sidomos ata që jetojnë vetëm në fakt, sepse i kanë fëmijët jashtë Shqipërisë, ose janë të veja, edhe patjetër që ata zemra tyre ngushëllohet dhe kënaqet, edhe me dru për ngrohje, edhe me një pjatë të ngrohtë ushqimi. Do përmendja një rast shumë të vogël në fakt. Po. Kemi në kish një zonjë e moshuar, edhe ajo kërkoi dhuratë 2 pako për Krishtlindje për nipin dhe mbesën. Edhe mbasi personat që ishin përgjegjës ja shkuan në shtëpi mbrëm natën dhe ja çuan, mbasi mbaruam ato takimet shërbesën tonë. Kjo nëna kishte qarë edhe më preku shumë kur e dëgjova, sepse ndonjëherë për ne të japësh një dhuratë shumë normale, ose të marrësh një dhuratë shumë normale sepse jemi mësuar, por për këtë nënën ishte, besoj, dhurata më e bukur që mund të ketë marrë ndonjëherë, apo pati mundësi që t'i jap fëmijëve, nipërve dhe mbesave dhuratë. Ndoshta mund të ketë qenë për herë të parë, nuk e di, por gjesti që një grua në moshë qanë, për mua ishte vërtet prekje zemre. Dhe kjo tregon që le të mos marrim gjithçka të mirëqenë, sepse ti e përmende, ndoshta ne jemi mësuar lehtësisht të japim, të marrim dhurata, por ka vërtet shumë persona të cilët kanë dëshirë, kanë në zemër për të bërë një dhuratë, qoftë për njerëzit e tyre më dashur, për familjarët, por që nuk e kanë mundësinë, prandaj pse jo, le t'i ndihmojmë që dhe ata të realizojnë surprizat të tilla të cilat patjetër i gëzojnë të dyja palët, si gjyshërit në këtë rast, por edhe fëmijët. Për ata që ndoshta nuk e njohin historinë biblike, mund t'japim një panoramë të momenteve kryesore të lindjes së Krishtit, duke qenë se jemi shumë pranë datës 25. Patjetër. Së pari duhet të dimë që lindja e Krishtit nuk ishte një surprizë, por ishte parathënë më përpara përmes shkrimeve biblike në Dhjetën e Vjetër, dhe do përmend këtu një shkrim nga Isaia 9:5, sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Princi i Paqes. Këto janë titujt në fakt që tregojnë madhështinë e këtij fëmije të vogël, që do të lindte. Dhe na jepen që tek Isaia, por ajo që spikat në jetën dhe shërbesën e Krishtit, do të thosha, ishte paqja. Krishti erdhi të sjellë paqe mbi këtë botë. Atë që neve na mungon shumë në fakt, edhe në jetën e përditshme, edhe e shohim, edhe e kërkojmë, edhe patjetër. Do përmend këtu diçka nëse më lejo. Po, patjetër. Bëm disa mini intervista me fëmijët e kishës, edhe ndër këta ishin dhe fëmijët e mi, edhe unë i pash rastësisht në fakt se merret të urtani me to. Edhe më bëri shumë përshtypje që vajza ime 8 vjeçare tha që ne kemi nevojë për paqe. Edhe ajo vërtet realisht kishte kuptuar që si një fëmijë vogël, paqja i mungon kësaj bote, i mungon dhe fëmijëve dhe shoqërisë që ajo ka. Edhe nëse e kuptojnë fëmijët e vegjël që kjo botë ka nevojë për paqe, sa më tepër duhet ta kuptojmë ne që jemi të rritur, që realisht ne kemi nevojë për paqe, dhe paqja vjen vetëm nga Jezusi Krishti. Por është një pyetje që unë e bëj her pas here dhe më pëlqen ta bëj, sepse bëjmë atë dallimin e mbretërive toksore me mbretërinë e Krishtit. Pra në histori çdo mbretëri ka një fillim, ka një kulm dhe më pas një rënje. Përse mbretëria e Krishtit është e përjetshme, Elsita? Mbretëria e Krishtit është e përjetshme sepse ajo nuk është një mbretëri toksore, është një mbretëri qellore. Mbretëri toksore janë korruptuara, janë mbretëri që gjithmonë luftohet për të fituar një pozicion. Krishti nuk ka nevojë. Në fakt, Krishti e ka atë pozicion. Nuk është e krijuar nga njeriu, mbretëria e Perëndis, por është një mbretëri e krijuar nga vetë Zoti.
Prandaj mbretëria e tij, edhe pse ndonjëherë ne nuk e vëmë re ose nuk e kuptojmë, do të jetoj për jetë dhe do të triumfoj. Mbretëri toksore bien, rrëzohen për shkak të shumë shkaqeve. Ndërsa mbretëria e Perëndis nuk do të bjerë kurrë. Ajo është një mbretëri e përjetshme. Do përmendja këtu edhe një shkrim tjetër, po nga Bibla, tek Ungjilli i Gjonit 1:12, por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bi të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij. Kështu që ne në fakt nuk duhet të luftojmë për pozicione toksore, nuk duhet të luftojmë që të fitojmë mbi këtë tokë një mbretëri. Mbretëria jonë është ajo i qiellit dhe ne për të duhet të luftojmë gjithmonë, të kapim pozicionin në qiell, jo pozicionet këtu në tokë, sepse ajo do ngelet, jo mbretëritë që shohim, që syt tan shohin në fakt. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të ndalur patjetër tek historia e Krishtlindjes edhe më tepër elemente të tjerë të cilët tregojnë mbretërinë e përjetshme të Krishtit, temë të cilën jemi duke e trajtuar në ditën e sotme së bashku, por në këto momente ju ftoj të ndiqni këngën I këndoj dashurisë tënde nga Petrina Kalaveshi. është marrëzi e di kur bota tridon të ketë parë do të kërcej me gzim si të shkërcejmë tani I këndoj dashurisë tënde I këndoj dashurisë tënde I këndoj dashurisë tënde është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Elsidan. Edhe unë dua të ndalem tek një tjetër pjesë shumë e rëndësishme që patjetër ne e gjejmë në Bibël. Ëngjëlli Gabriel I tha Marisë se foshnja do të quhej Emanuel, Perëndia me ne. Çfarë do të thënie ka kjo në jetën e gjithë secilit prej nesh, edhe në ditët në cilat ne jemi? Perëndia nuk është larg nesh, ai është pranë nesh, me ne. Çdo njeri duhet ta kuptojë që Zoti përmes Krishtit, Emanuelit, u afrua pranesh. Më pranë se kaq në fakt nuk ka ku të shkojë. Mendoj që ne jemi ata që I largohemi Perëndis. Perëndia është gjithmonë aty duke na kërkuar. Mjafton që ne të hedhim hapin
dhe të shkojmë tek ai. Ne duhet jemi në fakt të kujdesshëm, të ndjeshëm për t'ju përgjigjur Zotit, I cili në fakt është shumë pranesh. Zoti na ka lënë me vullnet lirë edhe unë e përmend shpesh edhe në bisedat e mia miqësore. Zoti na ka dhënë ne një vullnet për të zgjedhur. Ne zgjedhim të I afrohemi Perëndis apo të rim larg Tij. Dora e Zotit në fakt është pranë për të na kapur. Ai ka një dashuri kaq të madhe për ne, saqë nuk na lë dhe nuk na braktis. Dashuria e Perëndis është gjithmonë të jemi pranë Tij. Përgjigja jonë në fakt, edhe për botën, është që besimi ynë tek ai do të jetë ajo që ne duhet edhe t'i tregojmë pjesës tjetër, atyre që na shikojnë. Çfarë do të thotë Emanuel? Domethënë, kjo është, nëse ne zgjedhim të shkojmë tek Perëndia, ai është aty. Nuk është larg. Mjafton që ne të hedhim hapin e të marrim këtë vendim të Marrim këtë rëndësishëm vendim të rëndësishëm, në jetën patjetër. tonë. Është e vërtet. Por nga ana tjetër, si mund ose si ta lejojmë yllin e Betlehemit që ta ndriçojë dhe ta udhëheq jetën tonë, të veprojë në jetën tonë? Ylli I Betlehemit ishte ai yll rrëfyesi për të gjetur Krishtin. Këto kohët e fundit në dhjetor do ta lidh me një film për fëmijë që kemi parë shumë I këndshëm fakt, edhe unë e kam parë me shumë kërshëri këtë filmin. Ishte I krijuar pak në formë fëminore, por nëse ne shikojmë me vëmendje, do të shikojmë ato elementet, yllin, si kafshët shikonin yllin dhe donin ta ndiqnin këtë yll, si dietarët e pan yllin dhe donin ta ndiqnin përsëri yllin, dhe pjesa tjetër në fakt ylli ishte po aty në qell, I dukshëm për të gjithë, por ata që zgjodhën ta shikonin yllin dhe ta ndiqnin ishin shumë pak në fakt. Ja, vërtet. Ata që kuptuan rëndësinë çfarë ishte ylli. Ylli simbolizonte lindjen e Krishtit, por pak ishin ata që e zgjedhin edhe sot në ditët e sotme në fakt. Ylli aty është zgjedhja jonë, nëse ne zgjedhim ta shikojmë këtë yll apo merremi me ato rutinën tonë, me përditshmërinë tonë, me punët, kënaqësitë e kësaj toke. Historia biblike na tregon, në fakt po e lidh tani me historinë biblike, për këta dietar që e ndoqën yllin dhe e gjetën Jezusin në një grazh të mbështjellë me pelena. Si do të reagonim ne në ditët e sotme nëse do shikonim yllin? Do ta kishim ndjekur atë yll, është pyetja ime, sepse në fakt për mendjen njerëzore është pak jo e vërtetë që një fëmijë që ndodhet në një grazh të jetë edhe Zoti Perëndia, është e çuditshme. Sot gjithashtu do të thosha Zoti po përdor yje të ndryshëm mbi këtë tokë për të shfaqur veten e Tij. Do ta lidhja pak edhe me Radion Emanuel. Radio Emanuel është një ndër ata yje që Zoti në fakt përdor për të shpërndar lajmin e mirë kudo. Ata që e dëgjojnë thjesht duhet ta kapin. E njëjta gjë është, Perëndia mund të përdor burime të ndryshme për të shfaqur yllin. Edhe në ditët e sotme ne duhet të jemi të vëmendshëm të kapim burimet e duhura edhe të shikojmë yllin që shndrit. Mund të jenë në rrjetet sociale në këtë periudhë, është Bibla, është gjithçka që Zoti në fakt dëshiron të përdorë. Mund të jetë një person që ne kemi pranë vetes. Patjetër, mund të jetë një person që kemi pranë vetes që Perëndia mund ta përdor për të shfaqur yllin e Tij. Perëndia përdor gjithçka që ai don në fakt. Patjetër. Ne si të krishterë, si mund ta tregojmë në praktik dashurinë e Perëndis që në syt njerëzor herës duket shumë abstrakte? Ne si të krishterë në fakt duhet jemi shumë thjesht, mendoj. Ta duam personalisht Zotin çdo ditë. Kjo është më kryesorja, të kemi një marrëdhënie me Perëndin dhe në momentin që ne kemi një marrëdhënie të ngushtë me Zotin, dhe ne duam Perëndin, vetë dashuria e Jezusit do të shfaqet nëpërmjet nesh tek të tjerët.
Unë mendoj që edhe nëpërmjet një buzëqeshje ne mund t'i tregojmë të tjerëve për Krishtin, edhe me një përqafim mund t'i tregojmë të tjerëve për Krishtin, mund ta shfaqim këtë dashuri. Me gjeste shumë të vogla, nuk ka nevojë në fakt të japim jetën, e thojnë sa, për tjetrin. Mjafton që ne të shfaqim dashurinë çdo ditë. Kur e shikojmë që nuk është dikush mirë, është i mërzitur, të jemi të ndjeshëm për të parë, të kemi sy të hapur, e po mbi të gjitha sytë e zemrës të jenë të hapur. Patjetër, për të qenë pranë këtyre njerëzve, edhe jo vetëm në momente festash, jo vetëm për gjatë këtij muaji, por në çdo ditë të vitit, sepse sfidat janë gjithmonë duke u rritur për ne personalisht, por patjetër edhe për personat e tjerë me të cilët ne kemi pranë, por edhe për ata që jetojnë në komunitetin tonë. Më trego pak se cilat janë planet që dëshironi të realizoni me kishën vitin e ardhshëm, sepse kjo periudhë kalon shumë shpejt, ndonjëherë as nuk e kuptojmë. Por jam e sigurt që edhe në janar vërdohet me shërbesa, ndoshta me gjëra të reja që si kishë dëshironi të realizoni dhe të arrini. Në fakt kjo periudhë është periudha më intensive e vitit, edhe kalon shumë shpejt ashtu siç e the edhe ti. Por planet për kishën vazhdojnë, nuk ngelen vetëm për periudhën e festave. Kemi disa plane, në fakt për vitin e ardhshëm, dhe një ndër ato më të rëndësishmet është që fokusi ju në fakt është të fokusohemi, siç e thash edhe nga fillimi, në mbjelljen e kishave të reja dhe sidomos në fshatra ku nuk ka një kishë tashmë. Kështu që ne jemi duke punuar në 2 fshatra aktualisht, me njërin kemi më tepër vite, por me njërin kemi nisur gjatë këtij viti dhe do vazhdojmë edhe në vitin e ardhshëm për të pasur një kishë fizike. Për momentin kemi pasur takime kështu sporadike, por viti i ardhshëm është ai viti që besojmë do kemi një kishë fizike. Tjetër gjë është të jemi të fortë në besim, të jemi një kishë fortë, një kishë që e do Zotin, që i shërben atij me gjithë zemër në fakt, jo vetëm me fjalë. Kjo është edhe ai fokusi kryesor. Të jemi të drejtuar nga Zoti në gjithçka që ne bëjmë. Punë të vogla, punë të mëdha, edhe patjetër, të gjitha janë shumë të rëndësishme. Po, drejtuesi është Perëndia dhe ne patjetër që bekimin e marrim nga ai, forcën, energjinë e më radhë. Elsida, do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak për të ndarë pse jo një urim apo një mesazh që të dëshiron për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë sezon festash, shumë pranë Krishtlindjes, por në këto momente ftoj të gjithë ata që janë duke na ndjekur për të shijuar këngën Marie ID nga Angela Rakollari. Ti do t'et mi uja, Maria e di që fëmia yt njerëzimin do t'shpëtojë. A e di që fëmia yt jetë re të do të japë, ai fëmijë që do të lindësh, një ditë do t'rilindë ty, Maria që fëmia yt të verbrin do të bëj të shohë. Maria e di që fëmia yt stuhinën do të qetësojë. A e di që fëmia yt me ëngjëj do të ecë, kur put bebin tënd të vogël, po put shpëtim të I verbreshe, I surdi dhe gjon, I vdekur I jeton. A I që nuk este, nuk kam kondon, la vishen që për gjithmonë. Maria e di që fëmia yt është sot I gjithë krijimit. Maria
është qenë gjithatë me të, ky fëmijë që mban në prehër, është i madhi. Mari, a e di është kënga që na rikthe në studion e programit Muzik Plus dhe kështu pak nga pak po mbrim edhe në fund të bisedës në ditën e sotme me Elsidën, e cila na ka treguar më tepër qoftë edhe me ato përjetimet e saj personale në këtë sezon festash, në këtë Krishtlindje, por edhe duke u ndalur tek disa momente shumë të rëndësishme të historisë së lindjes së Krishtit. Dhe në këtë moment Elsida dua të pyes për një mesazh apo ndoshta edhe një urim që ti e ke për zemër dhe dëshiron ta ndash me dëgjuesit tan, cili është? Unë i uroj gjithë dëgjuesve të radios gëzuar Krishtlindjen, këtë fest në fakt që është një fest e bukur, jo vetëm për fëmijët, por edhe për ne të rriturit, të jetë mbushur me dritën e Zotit. I inkurajoj në fakt dëgjuesit që të mbahen fort në dorën e Zotit, sepse dora e Zotit është e vetmja dorë në fakt që na mban fort, nuk na lëshon kurrë dhe nuk na braktis. Ndoshta duar njerëzore disa herë mund të na lëshojnë, mund të na braktisnin, mund të na harojnë. Dora e Perëndis është gjithmonë pranë nesh për ne. Jezusi është për ne dhe gjithmonë me një dashuri të pakufishme. Kështu që në këtë periudhë festash unë uroj sa më tepër dashuri, edhe këtë dashuri të mos e mbajmë për vete, po ta shpërndajmë me të gjithë njerëzit. Jo vetëm ata që njohim në fakt, edhe i takojmë çdo ditë, por dashuria është falas. Le ta adhurojmë këtë dashuri, në fakt, ta adhurojmë edhe për njerëzit që mund t'i takojmë edhe për herë të parë, edhe mund të shkëmbehemi në rrugë. Dashuria nuk dëmton asnjëherë, dashuria bën gjithmonë mirë. Falni dashuri. Unë të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, ishte kënaqësi të ishim së bashku, të uroj gëzuar Krishtlindjen, edhe qoftë kjo një periudhë e bekuar për ty, familjen tënde, por edhe për shërbesat në kishën që ju drejtoni. Faleminderit, gëzuar edhe ti Krishtlindjen, bekime, edhe vetëm dashuri edhe rezatim, shkëlqim në sytë e tu, kështu siç e ke gjithmonë. Të falenderoj Elsida. Ne përfundojmë bisedën tonë në studio, të uroj një ditë të mbarë në vazhdim, shkëputemi për të ndjekur një tjetër këngë dhe rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar me minutazhin e mbetur të programit Muzik Plus. Vazhdoni qëndroni në valët e Radio Emanuel.